Betim në formën si që është vendos është sërish e paleqme, sepse nuk i ndjek fillimisht parimet të ligjshmërisë edhe më pasaj të qeverisë së mirë. Nëse shohim reformën e administratën publike që është premtuar nga lëvizjeve vendosje shumica parlamentare e legislaturës së 8, atë kohë kur u bë, me intervenime edhe me gjetje nga ana e gjykatës kushtetuese, reforma u bë duke i ndjek disa parime. Një të ketë përfshirje të grupeve të caktuara në ligjbërje, në kuptimin që ligji të përfshijë gjithë aktorët, veçanërisht sindikatën e administratës publike, kjo nuk u bë. Më pastaj premtimi tjetër ishte që të mos ketë arbitraritet në përcaktim të pagave në kohë të fushatës zgjedhore dhe më pasaj që pagat të rritet në raport me rritjen ekonomike. Pra këtu kanë qenë parimet kryesore për të cilat është vendosur në reformën e administratës publike të proklamuar nga vetë Kurti dhe ministri i atëherë i administratës publike i punëve të brendshme zoti Xhelal Sfeqla. Dhe ka qenë edhe një tjetër kriter që pagat lidhet me vlerën e koeficientit, në kuptimin që rritja ekonomike përkthehet koeficientet nuk ndryshojnë në asnjë format. Realisht i kanë ndryshuar. Që realisht pastaj në kundërligjshmëria nuk është prodhuar vetëm tash, është edhe në vitin 2024 kur është rrit për një koeficient, për pjesën e parë të vitit 0.5. Që realisht është rritet vetëm vlera e koeficientit, po jo numri i koeficientit. Po atëherë nuk është rrit vlera e koeficientit, sepse rritet koeficienti për 50 euro dhe në publik nuk tingëllonte shumë bukur, ose nuk tingëllonte diçka madhore në mënyrë që të përkthehej pastaj edhe në votë elektorale. E tash vitin 2024 e lidh me pagën e 13, që në këtë pikpamje do duhet bëj përmes ligjit për pagat në sektorin publik. Nëse do të kishte ndryshim ligjor, atëherë do duhet të lidhe me ligjin për pagat, të vendosur një pagë 13 dhe kjo pagë 13, nëse shumë edhe vendet e tjera të Evropës, nuk është bërë fillimisht me administratën publike, po është bërë nga një konsultim i gjerë me odat ekonomike, nga një konsultim i gjerë me sindikatat, nga një konsultim i gjerë... Ka pas konsultimet vazhdueshme? Jo, se s'ka pas konsultimet vazhdueshme. Se s'ka këshill ekonomik social. Dhe në këtë drejtim nuk ka pasur konsultimet të gjera në mënyrë që të rritet paga ose të bëhet paga 13 dhe të vendosej bashkërisht në nivel kombëtar. Shihni, sepse nëse shohim paga sa u ka rrit dikujt, një punëtori mesatar që ka pagën 600 euro ose 700 euro. Rritja varion prej 45-50 euro në muaj, nëse e përkthen pagën e 13 pjesëtu për 12 muaj, dhe kjo kishte me tingëllu, si më thonë, dëbët në raport me pritit për paga. Dhe tash paga 13 tingëllon më mirë, sepse është hyrë e për një hershme, dhe tingëllon të një individ, të një punëtori në sektorin publik. E që është krahasi vetëm me importit. Dhe nuk sjell asnjë benefit ose përfitim, po ngup qytetarin e varfër që mundohet t'ia kthen vot. Për një kohë super të shpejtë. Është edhe kryesisht ajo paga 13. Impakt ekonomik nuk ka përveç në import. Përveç në import edhe kryesisht kjo kur i jepet në fund të vitit. Në fund të vitit kryesisht lidhet me shpenzime të cilat janë festive dhe jo shpenzime të cilat mund të qenë si investive në ndonjë në arsim ose në blerje ose investim në shtëpi ose çfarë do qoftë tjetër. Patëm rikthim të pagesës përmes vendimit edhe nga të përvojës të punës. Nga 0.25 në 0.5%. Kjo edhe është shpallur si kundërkushtetues apo? Sakt, sepse në ligjin për paga në sektorin publik, kur është vendosur në vitin 2019, ka qenë përvoja e punës që llogaritet 0.5% për secilin punëtor në sektorin publik. Në vitin 2022, kur është vendosur ligji për pagën në sektorin publik, qeveria kurde e ka zvoglu këtë dhe ka bërë 0.25% për 15 vitet e para. Gjykata kushtetuese ka nxjerrë një gjykim përmes së cilit e ka vërtetuar që kjo është e kundërligjshme, është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe i ka kërkuar kuvendet edhe qeverisë që deri me 1 gusht 2024 me e rikthy këtë përvojë. Dhe nuk ka qenë në gjendje kuvendit përkundrejt reagimeve të tona si IKD, edhe së bashku me sindikatat e tjera, ku i kemi kërku edhe jemi deklaru që mund të ndihmojmë edhe në shkrim të projekt ligjit në kuptimin teknik nëse ka pa aftësi qeveria ose kuvendi i Kosovës, që një gjykim i tillë të zbatohet me kohë, nuk kemi gjetur
si më thonë, bashkëpunim edhe mirë kuptim që të kryet një proces i tillë para datës 1 gusht 2024. Tani aktualisht pas kësaj date janë të rrëzuar gati se 10.000 padi nga zyrtarët publik për shkak të mosveprimit të kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës. Dhe një kthim i tillë i përvojës së punës përmes ligjit përndore buxhetore është sërish i paleqëm, sepse përveç paligjshmërisë që është me rastin që do të ketë të drejtat të cilat duhet të fitohen nga muajt në vijim, çka do të bëhet me të drejtat të cilat i kanë humbur gjatë viteve dhe muajve të kaluara të shtoja diçka, mbase e tha ata që kanë përfitu, unë do të cekja ata që nuk kanë përfitu nga rritjet buxhetore të kryeministrit, e që i ka lënë anash, e ndoshta është duke i lënë edhe pak para zgjedhjeve, se zakonisht tashmë janë bosi Babadimri i fund vitit, ashtu edhe i quajën, do dalin një 2 ditë 3 para fushatës e prente e dile, dhe do t'i rritin edhe këto shtesa, po në këto prezentime nuk kanë përfitu minatorët e Trepçës, personat me aftësi kufizune, pensionet kontributdhënëse, pensionet e FSK-s, familjet e dëshmorëve invalid të luftës, familjet e pagjetura, personat e verbër, veteranët dhe institutet shkencore. Domthon këta nuk janë të Kosovës. Me këtë rritje, që janë 700.000 persona. Mi konsideru në antar të familjes, me 4, domthon 700.000 persona janë lënë anash buxhetit të Republikës. Tasha do t'i nda një nga një, çdo javë ka një premtim, unë e pres që do t'a bën këto, por realisht unë vetëm do t'ja bëja një pyetje nëse e ka nda rrugën e 13. A e ka nda edhe për deputet e Republikës Kosovës, që do t'i kushtojnë Kosovës afër 100.000 euro. Ato ta gëzojnë edhe ata pagën e 13, të cilën asnjëherë nuk kanë kontribu në të mirën dhe në mirëqenjen e qytetarit Republikës Kosovës. Dhe ato para që për i ndonë edhe për këtësi raste si deputet, a janë duke i marrër me shërbim, dhe a janë duke i ditur që janë tatimet e bizneseve të lodhura, bizneseve të mbyllura, bizneseve me borgje dhe me kredi, dhe jo bizneseve që piquajnë kë oligark. Dhe me pjesën e energjisë elektrike, është në djeni që e ka marrë pushtetin në 2020 dhe 13 euro ka qenë energjia elektrike për kokë banori. Minimalja. Kurse sot është 35 euro një familje për kokë banori pagun energji. Një familje me 5 antar, minimalja që mund të paguan energji është 150 euro. Në konsumin minimal. Edhe nëse rend të u gatu edhe në 2 natës, është energjia e lirë. Domthon minimalja e energjisë 150 dhe tash do ta kemi edhe një rritje tjetër energjisë që do ta quajnë këta CO2 për ajrosje që është kriteri i Bashkimit Evropian, sepse ne kur na konvenon edhe ta dëmtojmë qytetarin, do ta respektojmë kriterin e Bashkimit Evropian. Po ato kritere që janë 1.1 miliard që po i humbin prej BE-s, ato s'janë kritere që duhet me realizu. Ato presin se s'na e dhonë pare. Ato kritere që na duhet me dhonë pare, CO2-shi në këtë vendet e botës është taks fikse. Shambull si për televizion, mi të regu qytetarit për të kënë që kena pagu 1 euro, 2 euro, 3 euro, që ka qenë fikse. Ashtu do t'jetë në këtë vendet e botës paguet si taks fikse CO2, ase me kuptu qytetarit për jetë gjelbërt, ajrt matë paster. Që me investu zërëja dhe institucionet përkatëse, mbi ajrin e paster. Dhe ne do t'a pregadisin në basë shpenzimeve. Nëse i argjënti 100 euro, nëse i argjënti 1.000 kW, 2.000 kW, 3.000 kW. Që aty ta fusin edhe një 14 deri në 17% rritje energjetike. Dhe kjo ka pas me u bon në tetor, po për shkak të fushatës është ndalë. Se po të kishim qeveri, kjo ka qenë me hynë fuqi me një tetor. Dhe për shkak fushatës dhe frikës se do t'i humbë votat, e ka ndërprej.